Libri është i punuar nga shkencëtarët, është profesor Edmond Hajrizi, i cili ka një njohuri përgjithshme në zhvillimin shkencor të procesi, pastaj janë dhe dy hoxhallar, njëri është mesimdhënës, ka krijuar shkollën në Gjermani, Amieri, dhe që kështu është përpilu në aspektin proprio shkencor. Gjitha temat janë përshkruar. Në vdekja klinike, të cilën pacienti e shpjegon shpesh që ka pa dritë, ka taku zonat, ka taku zotin, ka fol me zot. Do me thonë, kanë shpjegimet çuditshme që kthehe një dhe jeton. Unë kam taku, kam ba një muhabet shumë mirë me një shqiptar që jeton në Gjermani, që ka pas një vdekje klinike dhe që ka shpjegu që të procesin. A e ndodh për një me, a është ndër, si e shpjegon feja e si shkenca? Tu janë procese, po fenomene cilat edhe truri, sepse nëse zgjohemi nga koma, më them, nga procesi i cili ka qenë në ndikimin e Zotit, atëre truri i ka regjistruar disa gjëra sikur ëndrrën që mund ta shpjegon. Dhe truri ka qenë të moment komplet i larguar nga jeta e përditshme dhe procesi i realitetit dhe është në ndikim. Do të tu janë faza që shpjegon edhe në libër, unë mund të shpjegoj vetë, janë faza cilat janë komplet në zero. Do të nuk kalojnë mbi një plusin edhe në zero, janë në atë nivelin ku tani jo që Zoti është në dyshim, por që organizmi ende është i fortë dhe që Zoti thot këte do ta le ende nuk është koha për të marrë, nuk është koha dhe ato gjëra të cilat truri i regjistron në këtë moment atë procesin komplet të fillimit në gjenat veçanta ku gjendet në fazën e depërtimit i shpjegon pasaj kur të zgjohet. Këto janë në aspektin fetal vrima ku tani shkova pasaj u ktheva, kalova, por nuk depërtova në atë pjesën e zezë ku tani e humba atë memorin time, atë shqeqimin, sepse Allah thot tu është tani faza e caktuar dhe ti duhet të kthehesh prapë. Ne kemi shumë raste në aspektin e klinikit pacientëve pas operacionit, disa që ndojnë gjatë disa muaj në narkozë, por që narkoza është një substancë e cila e humb në një kohë edhe ndjenjen si dhimbje përquese, por edhe vedin e plot. Shumë pacientë janë më thellë në narkozë, sa janë më sipërfaqësor në narkozë, kjo ndodh edhe gjatë operacionit dhe pacientë shpjegojnë gjëra të ndryshme pas narkozës. Unë mund, sepse këtu janë për libër janë shkruar detajisht edhe disa gjëra cilat unë personalisht i kam përjetuar në kohën kur kam qenë asistent në Uniklinikën në Düsseldorfit, qëndroni pacient nga 2 muaj, 3 muaj në narkozë përgjithshme. Dhe unë i kam pas si princip që flisa çdo herë sikur t'ishin të zgjuar apo që të më kuptonin qartë. Ata dëgjonin këtë çështje dhe pas një kohë kur vinin kontroll, më dëgjoshin që bisedojshin me ta, falë një moment e këzë e kam dëgju thët unë tërë kohën. Hadin sa kam pas në qi kur e dëgjojsha këzë. E këtu janë gjërat që do thot edhe nëse në atë moment ne ndëgjojmë shumë njerëz për një kohë në faza normale nuk mund t'i kujtojmë zërat, por në atë moment kur ata janë në një situatë kritike ku Zoti thot ti do të qëndrosh, por ne tani po shohim çfarë sa bëjnë të tjerët për shpëtimin e jetës, e këto ndodhin gjëra që njeriu i regjistron këtu, por në ndikimin e dikujt tjetër, jo të memorisë e tij personale.